Fidan, të përshëndes dhe lidhja për ty. Faleminderit të vërtetë, po përshëndetje edhe një herë nga Haga, te pjesa në cilën e përmend pothuajse familjarët e ngushtë të katër akuzuarve tashmë ndodhen në Hagë, që zyrtarisht është ditë pushimi për ditën e pavarësisë së Kosovës, por të njëjtit janë sot prezent këtu për të parë pjesë në seancën e nesërme, që është seanca e fundit e rregullt gjyqësore përpara vendimit të madh të trupit gjykues, po ne ishim prezent në kohën kur familjarët ndoqën nga afër pjesën e marshit protestues në Prishtinë dhe një prezencë të jashtëzakonshme që u pan nga ato pamjen e përshkretshit të Prishtinës, pas çka që të njëjtit pashmangshëm ato pamje lëmturuan sepse ndoqën nga afër ose pan që populli ka një mbështetje për të akuzuarit në Hagë. Unë ndodhem në këto momente pikërisht mbrapa meje janë Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, të cilët tash e 5 vite e gjysmë ndodhen në dhomët e paraburgimit tek pjesa ku unë jam aktualisht, dhe në këto momente që po flasim sa për simbolik ndoshta afër ditë, tash 18 vite më parë atë kohë kryeministri Hashim Thaçi pikërisht në këto minuta rreth orës 15:30 kishte lexuar fjalët e famshme tashmë kur Kosova shpallur shtet e pavarur, por sa për rëni të njëjtit ndodhen tash 18 vite, apo kur ne po festojmë 18 vjetorin ndodhen në paraburgim. Thash edhe një herë, komplet vëmendja e familjarëve